Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ka reaguar ndaj protestës së banorëve të Dukatit në Vlorë për çështjet e pronësisë së tokës. Drejtori i kësaj agjencie Elvis Cefa tha se gjatë një vlerësimi paraprak të dosjeve është vërtetuar se shumica e tyre nuk disponojnë dokumentacionin e nevojshëm si pronar legjitim të tokës. Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të Pronave në detyrim të ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave do të trajtojë me shumë kujdes dhe me shumë vëmendje të gjitha dosjet për pronësinë në zonën e Dukatit, por edhe dosjet që ishin në listën e dorëzuar nga banorët, por edhe dosjet e tjera që eventualisht nuk janë bërë qartë. Paraprakisht, nga një vlerësim fillestar i këtyre dosjeve, është konstatuar që në shumicën e tyre dërmuese mungojnë dokumentacione që të vërtetojë pronësinë e tyre të vjetër. Dëshiroj t'ju ilustroj në një shembull një dosje konkrete e cila fatkeqësisht ka vetëm një letër dhe asgjë më shumë. Ndërkaq drejtori i AKKP-s tha se është thirrur një përfaqësi e banorëve të kësaj zone për të diskutuar në lidhje me këtë problem, por ata kanë refuzuar, duke anashkaluar zgjidhje në mënyrë institucionale.